Edi Rama ka pasur një makt të veçantë përpara seancës për heqjen e imunitetit të Ballukut, duke dashur që të gjithë deputetët të ngrinin 83 kartonët e kuq për të rrëzuar kërkesën e SPAK-ut. I vetëdijshëm që kjo gjë e ka përcente edhe kufirin moral të çdo socialisti leshko, i bindur se disa diplomat huaj kishin punuar edhe me deputet brenda vatës së tij, kryeministri ka mbledhur brenda një jave 2 herë kryesinë e PS-s. Refreni i mbledhjes së të mërkurës ka qenë kërcënimi dhe shantazhi i hapur kundër ndonjërit që mund të imagjinonte të votonte për heqjen e imunitetit, apo ndonjë tjetri që do guxonte të mos ishte prezent në sallë. Dhe Rama arriti të bëjë në seancën e kësaj tente një sukses me 83 vota, fal 3 deputetëve të Tom Doshit, por sërish ati nuk ju paraqitën në sallë. Një ministër që ka pasur fërkime në Dibër me Belinda Ballukun si Blendi Goxha, ndonse formalisht ai ishte në një vizitë pune jashtë shtetit. Babai i reformës në drejtësi Fatmir Xhafaj, që e konsideroi të pakapërcyeshëm personalisht i dem për të votuar kundër SPAK-ut. Së fundmi Elisa Spiropali, që konsideron se është shkarkuar për shkak të Ballukut, e cila i përshpëriste në vesh Ramës se ajo flet keq në ambasada për korrupsionin me tenderet e rrugëve dhe energjisë. Aktin e Spiropalit e bën edhe më të çuditshëm fakti se Rama e ka kërcënuar atë personalisht gjatë mbledhjes së kryesisë së të mërkurës. Kur kjo e fundit ka marrë fjalën, Skënderbeu i saj është drejtuar me një gjuhë sa brutale po aq edhe vulgare. Mbyllë gojën se ty unë të kam bërë ministra, se KV dhe heq e di vetëm unë dhe si jap kur kujt llogari. Ka qenë një nga mbledhjet më halucinante të kryesisë, në të cilat kam asistuar ndonjëherë. Në gjendje të tillë Ramën se kisha parë që prej kohës kur Luli i vodhi ato 10 votat për bashkinë, duke e detyruar të dilte nga zyra. Ishte i shqetësuar, bërtiste pa shkak dhe duke i hapur që nuk i kontrollonte dot emocionet, tha një burim brenda mbledhjes për lapsin. Sipas të njëjtit burim, thëniet e të cilit i konfirmoi edhe një i dytë. Rama gjendej në një situatë absurde. Nga njëra ana i akuzonte antarët e kryesisë se gjërat që thuheshin në grupin e tyre të ngushtë i shiteshin portaleve dhe 700 tenxhereve mediatike, dhe nga ana tjetër vjonte të përdorte atë gjuhë kërcënuese, duke e ditur se të gjitha këto rrezikonin sërish të bëheshin publike. As ja vlen ta mbledh më kryesin, askush nga ju nuk më hy në punë, për më tepër që më nxirrni fjalët nëpër media. Mësohet duke thënë Rama të pranishmëve, nga të cilët askush nuk piptinte. Për post Spiropalit, në target u kthye edhe Blendi Klosi, jo për besnikërinë të cilën shefi s'ia vinte në dyshim, por për faktin se nuk po luante rolin e sekretarit përgjithshëm për ta bërë zap partinë. Ti je kot fare, nuk je fare sekretari përgjithshëm. Kanë qenë fjalët që janë përplasur në fytyrën e tij, reagimin e të cilit Rama e ka pritur më kot. Aq i trullosur ishte sa kaloi edhe në gjëra personale, vijoi burimi, i cili tregoi se Rama ka përdorur edhe fatkeqësinë e një njeriu të tij shumë të afërt, për t'u thënë të pranishmëve se pavarësisht asaj, ai vinte humbte kohë me antarët e kryesisë. Taktika, instikti apo çoroditja e kanë bërë kreun e socialistëve që për të arritur qëllimin, të përdorë teknikën e zhvlerësimit deri në përdhosje të njerëzve që kishte rreth tryezës. Ju jeni askushi dhe këtu ku jeni prej meje. Unë ju mbaj në pushtet prej 4 mandatesh, po të iki unë, po së shkon për lesh, kanë qenë frazat që kanë dëgjuar me sy dhe vesh të çmerritur antarët e kryesisë. Por ajo që lidhej drejt për drejt me votimin që do të mbahej ishte fjalia vrasëse. Kush më del kundër do e sakatoj. Askush nuk po kuptonte gjë. Të gjithë ishin të bindur se për votimin në mbrojtje të Ballukut nuk ishte asnjë problem dhe ai do të realizohej me një shumicë dërmuese. Po kur dolëm disa prej nesh i bënin pyetje vetes pse ai i donte të gjithë në rresht, duke i sikur nuk ishte hallin e votimit. Po ti tregonte dikujt jashtë radhëve tona mesazhin se është ai që hegemon mbi këtë parti, thot burimi. Natyrisht, ashtu sikur se pritej vetëm me 2-3 mungesa kërcënimet e Ramës e arritën qëllimin. Ai edhe një herë tregoi se e kontrollon me dorë të hekurt grupin e vet parlamentar. Por e bukura është se ai arriti këtë duke shantazhuar dhe nëpërkëmbur dinjitetin e atyre që do votonin. Pikërisht atë dinjitet të deputetit për cilin një ditë më pas u tha ndërkombëtarëve se me të nuk duhet bëheshin eksperimente sociopolitike. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj të paktën 2 ambasadave të akredituara në Tiranë, të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Gjermanisë, lidhur me kërkesën e paraqitur nga SPAK në kuvend për arrestimin e Belinda Ballukut. Ndërsa kuvendi rrëzoi kërkesën e prokurorisë së posaçme, kryeministri në reagimin e tij shpreh se deputetët me plot të drejtë refuzuan heqjen e lirisë së një ligjvënëseje në mungesë të plotë të kushteve për të ndërmarrë një hap të tillë ekstrem. Shumica e qeverisë bëri sot pas një diskutim atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme, o për të filluar apo jo hetimet nuk është askund si kalimi pas një lloji kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz i
bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca, as dyert mbyllura për prokurorin, shkruan Rama. Në vijim ai shpreh se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike, të cilat e bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftojë. Më herët përmes një deklarate, ambasada gjermane thekson të rëndësinë e ndjekjes penale të rasteve të korrupsionit në nivele të larta si pjesë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Gjermania mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në BE në përputhje me dëshirën e shqiptarëve. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jone e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa, thuhej në deklaratë. Ndërsa ambasada e Mbretërisë së Bashkuar theksonte se imuniteti nuk duhet jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit. Ambasada britanike thekson rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë gjyqësore dhe një progresin e Shqipërisë në reformën gjyqësore që nga viti 2016 përfshir krijimin e SPAK-ut. Ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi mbeten partnerë të barabartë në mbështetjen e këtij progresi, si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e anëtarësimit në BE. Ndërsa imuniteti parlamentar duhet mbrojë proceset demokratike. Ai nuk duhet jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit, thuhet në reagimin e ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Reagimi i plot i Edi Ramës. Përshëndes deklaratat e ambasadave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë me parimet e shprehura në të cilat jemi të gjithë shumë dakord 100%. Por duke qenë se që të dyja dolën sot kur kuvendi me plot të drejtë refuzoi heqjen e lirisë si një deputete në mungesë të plot kushteve për ta ndërmarrë një hap të tillë ekstrem, dhe njëkohësisht duke qenë se shoqata e molotovarëve të Tiranës ka filluar plasë edhe në emër të Gjermanisë përfitoi nga rasti të theksoj. Kjo shumica e qeverisë së ka mendjen të ndarë dhe busullën të palëvizshme. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Reforma në drejtësi nuk kthehet mbrapa. Pavarësia e gjyqësorit nuk preket dhe mbështetja për SPAK-un mbetet e palëkundur. Lufta reale kundër korrupsionit vazhdon, më këmbgulse se kurrë, siç e tregon qartë edhe pasqyra objektive e përditësuar e Komisionit Evropian. Belinda Balluku nuk akuzohet për korrupsion dhe hetimi i çështjes duhet vazhdoj pa trazuar as nga pengimi as nga yshtja e SPAK-ut prej faktorësh jashtë kufive të pushtetit të pavarur gjyqësor. Shumica e qeverisë së bëri sot pas një diskutimi atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Evropës, ku kalimi i kërkesave të prokurorisë jo për arrestin pa gjyq të një deputeti si kjo kërkesa e sotme, po për të filluar apo jo hetimet nuk është askund si kalimi pas një lloj kontrolli i kufive në zonën Schengen. Ai është një proces serioz i bazuar në norma kushtetuese e ligjore, të cilat nuk janë as karta bianca as dyert mbyllura për prokurorin. Sot ne i kemi respektuar plotësisht ato norma dhe kush pretendon të kundërtën ka të drejtën e vet të padiskutueshme, o s'ka argument mjaftueshëm për ta fituar debatin mbi ekzistencën ose jo të kufirit mes pushteteve të pavarur kushtetues, të cilin Parlamenti i Shqipërisë e mbylli sot duke treguar se dinjiteti i parlamentarëve nuk është material për eksperimente sociopolitike, të cilat e bëjnë kurrën më të rrezikshme se sa sëmundja që duhet të luftojë. Ecim përpara, Shqipëria nuk ka plan B, përfundon Rama. Gjatë 2 viteve që është krijuar Komisioni për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, kryetari Fatmir Xhafaj ka tentuar 5 herë të ndërhyjë në punët e SPAK, por e vërteta është se Altin Dumani dhe drejtuesi aktual Klodian Braho nuk e kanë lejuar. Herën e parë shtetuesi Fatmir Xhafaj tentoi ta fuste SPAK-un në lojë, duke i kërkuar të dërgonte ekspert në komision parlamentar për gjoja bashkëpunim në evidentimin dhe zgjidhjen e çështjeve të funksionimit sa më efikas të institucioneve, por SPAK refuzoi. Herën e dytë, Fatmir Xhafaj kërkoi nga SPAK të raportonte në komision si detyrim institucional për t'u përgjigjur parlamentit, por SPAK refuzoi, duke e konsideruar ndërhyrje të politikës dhe qeverisë. Herën e tretë, Fatmir Xhafaj tentoi të kontrollonte aktivitetin e SPAK-ut, duke e konsideruar si partneritet të parlamentit me drejtsinë. Gjoja pa cënuar pavarësinë e SPAK-ut, por sërish u refuzua. Herën e katërt, më 4 shkurt 2026, Fatmir Xhafaj tentoi të futej në punët e SPAK, duke kërkuar që deputetë të caktuar prej tij të bënin një vizitë inspektuese për gjoja kushtet e sigurisë dhe ecurinë e aktivitetit formal të SPAK-ut, por Klodian Braho e refuzoi, duke e konsideruar shkelje të pavarësisë kushtetuese. Megjithatë, shtetuesi Fatmir Xhafaj nuk ka hequr dorë nga përpjekja për të kontrolluar, ndikuar, devijuar dhe bllokuar veprimtarinë e SPAK-ut, sidomos në këtë moment kur SPAK-u është afruar pranë zyrës së kryeministrit Edi Rama dhe familjes së tij. Sipas informacionit të ardhur në pamfleti, 3 ditë më parë Fatmir Xhafaj ka bërë tentativën e 5 për të futur në SPAK, por këtë herë nëpërmjet derës së BKH-s, duke e njoftuar për një vizitë inspektimi nga një grup deputetësh
analitësh dhe ekspertësh të komisionit parlamentar. Byroja kombëtare e hetimit është e pavarur në punën e saj, por është strukturë në varësi kushtetuese të SPAK-ut. Kjo varësi e detyron të marrë miratimin e drejtuesit Klodian Braho për të lejuar ose jo komisionin parlamentar. Pasi SPAK i ka mbyllur derën, Fatmir Xhafaj po tenton të kontrollojë aktivitetin e Byros Kombëtare të Hetimit, ku ndodhen dosjet hetimore në proces që i paraqiten SPAK-ut, por as dera e BK-s nuk pritet i hapet. Madje pas operacionit të fundit në Vlorë, Klodian Braho ka bërë të qartë se SPAK do të vijojë të godas korrupsionin, grupet e krimit të organizuar dhe çdo funksionar publik që bashkëpunon ose lehtëson veprimtarinë e tyre. Nëse Fatmir Xhafaj ka vërejtje apo sugjerime për punën e SPAK-ut, mund t'i kërkojë llogari publikisht në parlament për zbatimin e ligjit antimafia, për sekuestrimin e pasurive të personave të dënuar për trafik droge dhe për zbatimin e plotë të ligjeve që lidhen me luftën kundër krimit të organizuar. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka reaguar me anë të një postimi në rrjetet sociale ndaj fjalimit të kryeministrit Edi Rama në takimin me deputetët e Partisë Socialiste për dosjen e Belinda Ballukut. Në mbledhje kryeministri foli edhe për çështjen e Ahmetajt, duke pretenduar se në të kishte 1001 të zeza. Ahmetaj e konsideron deklaratën e Ramës si shkelje të parimit të prezumimit të pafajësisë dhe si ndërhyrje të papërshtatshme në një proces që i takon drejtësisë. Sipas Ahmetajt, deklarata e Ramës bëhet në një moment kur çështja ndaj tij ende nuk ka nisur të gjykohet dhe kur hetimet sapo janë mbyllur. Para ditën e së hënës në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri, në përpjekje për të justifikuar qëndrimet e tij, gjeti kohë të flas edhe për rastin tim, duke pretenduar se aty paskësh 1001 të zeza. Kjo deklaratë bëhet në një kohë kur çështja ende nuk ka filluar të gjykohet dhe hetimet sapo janë mbyllur. Një deklaratë e tillë publike dhe për një çështje që i takon drejtësisë përbën pikërisht shkeljen e hapur të parimit themelor të prezumimit të pafajësisë. Është paradoksale të dëgjosh leksione për prezumimin e pafajësisë nga i njëjti kryeministër, i cili nuk heziton ta shkel atë publikisht sa herë që i intereson politikisht, duke e përdorur atë me standard të dyfisht edhe brenda të njëjtit fjalim. Prezumimi i pafajësisë është një drejtë themelore e garantuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, nga kartat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe nga legjislacioni në fuqi. E drejta e lirisë së shprehjes për çdo, përfshir këtu edhe kryeministrin, nuk mund të përdoret për të cënuar prezumimin e pafajësisë dhe as për të ushtruar presion apo ndikim mbi vendimarrjen e organeve të drejtësisë, shkruan Ahmetaj në reagimin e tij. Mbrëmjen e së mërkurës, Kimberly Guilfoyle, një nga figurat më të besuara të presidentit amerikan Donald Trump, vizitoi godinën e kryeministrisë në Tiranë dhe u prit personalisht nga Edi Rama. Ky takim nuk ishte njoftuar zyrtarisht dhe as kryeministria, as ambasada amerikane nuk dhanë deklarata për ngjarjen, duke e bërë atë jashtëzakonisht enigmatike. Guilfoyle nuk konsiderohet thjesht një ambasadore e SBA-ve në Athinë, por një nga personat më të ngushtë në rrethin politik të Trump. Ajo ka bashkëjetuar më parë me djalin e presidentit Donald Trump Jr. dhe ka një rol të spikatur në politikën amerikane. Në Athinë ajo njihet shpesh si zonja e hekurt e diplomacisë amerikane. Vizita e saj në Tiranë u zhvillua larg syrit të publikut dhe pa ndonjë shoqërim nga personeli i ambasadës amerikane në Shqipëri, gjë që shton misterin e qëllimit të saj. Ky takim ka ngjallur spekulime për natyrën dhe tematikën e bisedimeve, duke marrë parasysh lidhjet e forta të saj me rrethin e Trumpit dhe ndikimin e mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan. Pavarësisht mungesës së informacioneve zyrtare, fakti që një figurë kaq e rëndësishme e administratës amerikane u takua me kryeministrin shqiptar nënkupton se mund të kenë diskutuar çështje strategjike, diplomatike ose politike me interes për rajonin dhe marrëdhënie dypalshe Shqipëri-SBA. Edhe pse detajet e vizitës mbeten të paqarta, pjesëmarrja e kryeministrit Rama dhe pritja personale tregojnë një nivel të lartë rëndësie. Takimi ka zgjuar interes për diplomacinë shqiptaro-amerikane dhe rolin e SBA-ve në vendet e Ballkanit, duke bërë këtë vizitë një ngjarje të ndjekur me vëmendje nga analistët dhe mediat ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit socialist teksa renditi projektet e mëdha infrastrukturore, u ndal edhe tek projekti për Porto Romano, për cilin dhoma amerikane e tregtisë kërkoi rishikim të tenderit. Rama reagoi ndaj kritikave dhe përpjekjeve për rishikimin e projektit të Porto Romanos, duke paralajmëruar se qeveria nuk do të tërhiqet. Kryeministri e përshkroi procesin si një nga më kompleksët që ka ndërmarrë qeveria. Dua të them dy fjalë për Porto Romanon.
Është një nga proceset më të ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendeve që janë në stade të caktuara zhvillimi. Një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë, edhe me reputacionin më absolut në botë për ndërtimin e infrastrukturës, një garë jashtëzakonshme me pjesëmarrje nga të gjitha anët, por i monitoruar nga konsulenti Royal Haskoning dhe armiqësi ndaj projektit, u shpreh Rama. Në të njëjtën fjalë, Rama akuzoi kundërshtarët e projektit se po ndërmarrin përpjekje për ta penguar dhe la të kuptuar se qeveria i njeh aktorët që po veprojnë kundër tij. Nuk do flas gjatë, por një gjë do ta them. Ata që e luftojnë projektin, ata që nuk po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin dhe ne i dim kush janë, i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian, për çdo gjë tjetër jam te C-ja, tha Rama. Deklarata e kryeministrit vendos projektin e Porto Romanos në qendër të përplasjes mes qeverisë dhe kritikëve që kërkojnë rishikimin e procedurave të tij. Kreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Tiranë i ka drejtuar një email kryeministrit Edi Rama dhe disa zyrtarëve të lartë të qeverisë lidhur me projektin e Porto Romanos dhe tenderin e planifikuar për datën 9 mars. Në letrën e tij, Van Cleef cilëson vendimin për këtë projekt si një moment strategjik për Shqipërinë, duke theksuar se portet ndërtohen zakonisht vetëm një herë në një shekull, edhe se dimensioni fillestar i tyre përcakton potencialin ekonomik dhe gjeopolitik të vendit për dekada. Sipas Van Cleef, projekti aktual për Porto Romanon është shumë i kufizuar nëpër masa dhe rrezikon të mos shfrytëzojë potencialin strategjik të Shqipërisë në rajon. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar për herë të parë në mënyrë të drejtë për drejtë ndaj debateve për kufizimin e kompetencave të saj, duke paralajmëruar se çdo ndërhyrje ligjore që cënon pavarësinë e institucionit do të përbënte rrezik për funksionimin e shtetit të së drejtës. Në raportin vjetor për vitin 2025, SPAK thekson se do të konsideronte veçanërisht shqetësuese çdo nismë ligjore apo institucionale që synon të kufizojë mjetet procedurale apo pavarësinë e saj në hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas raportit, ndërhyrjet të tilla do të rrezikonin funksionimin e kushtetutës së prokurorisë së posaçme dhe do të cënonin aftësinë e saj për të hetuar në mënyrë të barabartë si zyrtarët e lartë, ashtu edhe qytetarët e zakonshëm. Presioni politik dhe sfidat e hetimit. Në dokumentin e publikuar, SPAK pranon se hetimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta mbetet një nga sfidat kryesore të institucionit. Një tjetër shqetësim i evidentuar është retorika politike dhe mediatike, e cila sipas prokurorisë mund të ndikojë në perceptimin publik dhe në autoritetin e institucionit. Sipas raportit, kjo klim do të shërbejë edhe si faktor që rrit rrezikun e kërcënimeve ndaj prokurorëve nga grupet kriminale. Rriten referimet nga policia. Në raportin e këtij viti vihet re një ndryshim në raportet mes SPAK-ut dhe policisë së shtetit, ndryshe nga viti 2024, kur kishte kritika për mungesë referimesh. Gjatë vitit 2025 hetimet e nisura nga referimet e policisë janë rritur me 70%. Ndërkohë qytetarët vijojnë të jenë burimi i rëndësishëm i kallëzimeve për veprat penale, ndërsa politika ka reduktuar ndjeshëm ankesat penale. Sipas të dhënave të raportit, kallëzimet nga përfaqësues të politikës janë përgjysmuar gjatë këtij viti. Vendimet e gjykatës për përgjimet. Gjatë vitit 2025, gjykatat kanë shpallur fajtor dhe dënuar 197 persona në çështje të hetuara nga SPAK. Nga këta 108 janë dënuar për korrupsion dhe abuzim me detyrën. Në 21 raste të tjera, gjykata ka shpallur të pafajshëm të pandehurit, duke rrëzuar akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Raporti evidenton gjithashtu përdorimin e përgjimeve si një nga mjetet kryesore të hetimit. Gjatë vitit të kaluar janë përgjuar 3004 pajisje telefonike, nga të cilat 1738 me vendim gjykate, ndërsa pjesa tjetër me autorizim të prokurorit ose me vendim për zgjatje të përgjimeve. Sipas SPAK, të dhënat e siguruara nga telefonat e sekuestruar përbëjnë rreth 70 deri në 75% të provave totale në hetimet e institucionit. Çështjet e pazgjedhura. Megjithatë, raporti evidenton edhe disa probleme strukturore që mbeten pas zgjidhje. Mes tyre përmendet çështja e statusit të prokurorëve të SPAK pas përfundimit të mandatit të tyre, një temë që ende nuk ka marrë zgjidhje përfundimtare në kuadrin ligjor. Braktisja e votimit nga Elisa Spiropali dhe Fatmir Xhafaj nxjerr në sipërfaqe përplasjet brenda mazhorancës, por ngre dyshime edhe për një lojë të telekomanduar nga vetë Edi Rama. Mungesa e Elisa Spiropalit dhe Fatmir Xhafajt në një votim të rëndësishëm politik të grupit socialist nuk u lexua si incident, por si akt i qartë politik. Reagimet e Petro Koçit dhe Ilir Zelës e thelluan perceptimin për një çarje të brendshme në PS, sidomos në raport me çështjen Balluku dhe mënyrën si mazhoranca po sillet me drejtësinë. Megjithatë, përtej pamjes së një revolte të socialistëve të pakënaqur, mbetet dyshimi nëse kemi të bëjmë me një disidencë reale apo me një skem të kontrolluar nga lart, sipas metodave të njohura të Edi Ramës për të kanalizuar dhe përdorur tensionet e brendshme.
Braktisja e parlamentit nga Elisa Spiropali dhe Fatmir Xhafaj në momentin e një votimi politik të përcaktuar të grupit socialist është gjithashtu një akt politik. Një akt politik i cili siç ka shkaqet do të ketë edhe pasojat, dhe në ditët që vijnë do të sjellë edhe zhvillime të tjera. Tashmë nuk ka ndonjë enigmë se thyerja e rregullit nga dy prej emrave më të rëndësishëm të kupolës socialiste përbën një zhvillim të rëndësishëm në hapësirën politike të mazhorancës, por edhe më gjerë, ndërsa Xhafaj e Spiropali kanë bërtitur e siç thuhet shkëlqyer me mungesën e tyre. Ka pasur personazhe të tjerë socialist, të cilët kanë folur me zë në lidhje me ngjarjen e dieshme politike. Këta personazh nuk e kanë relevancën e dy aktorëve kryesor, por gjithsesi janë emra në hapësirën e pushtetit socialist të gjatë të Edi Ramës që nga viti 2013. Ata janë Petro Koçi e Ilir Zela. Ish deputeti Petro Koçi, i cili në të vërtet ka folur edhe herë të tjera për rastin Balluku, e ka konsideruar votimin si një hap pas, pra ka dhënë një qëndrim të tij politik. Ndërhyrja selektive e politikës së ditës në mbrojtje të individëve të caktuar të saj ndaj ndjekjes penale, opozita në rastin Berisha apo mazhoranca në rastin Balluku e komprometon angazhimin publik dhe parimor të klasës politike për të respektuar drejtësinë e re në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, shkruan Petro Koçi. Ilir Zela në rrjetet sociale gjithashtu ka qenë më i ashpër. Nga sot e gjithë politika e pa principt shqiptare, zaptuesja e gjitha pushteteve, sabotuesja e demokracisë, kultivuesja e korrupsionit dhe krimit organizuar është non grata nga Bashkimi Evropian. Nga sot shqiptarët duhet ta kuptojnë që antarësimi në BE është shtyrë të paktën deri në vitin 2035. Le të gëzohen ata që vjelin frutet e mbajtjes Shqipërisë jashtë Europës dhe të mërzitet brezi i dytë i cili duhet të zhgënjehet e rishgënjehet për groposjen e aspiratave për bashkim me Europën, thekson Zela. E marrë kështu në një kuartet, shihet se kemi të bëjmë vërtet me një zhvillim apo përpjekje të qartë disidenca, kundërshtimi dhe reagimi brenda Partisë Socialiste. Një zhvillim që pritej prej kohësh dhe mjaft urohet nga opinioni publik, si një prej mekanizmave që ta gjallërojë e turbullojë politikën e ujit të ndenjur të status quo-s. Por pyetja që vjen spontane është, a kemi të bëjmë realisht me një revolt të socialistëve të pakënaqur apo me një lëvizje të telekomanduar klanore apo fraksionare? A kemi të bëjmë realisht me një lëvizje ku palët kanë vendosur t'i thonë të gjitha dhe të bëjnë aq sa mundet natyrisht një betejë politike apo janë pjesë e një skeme të telekomanduar nga qarqe të larta pushteti? Siç ka ndodhur gjithë këto vite në mazhorancë ku forcat gravitacionale godasin më shumë në fshehtësi se sa hapur dhe para publikut. Fakti është se 4 personazhet që sot janë dekonspiruar në lëvizjen e tyre njihen prej kohësh për opinionet dhe qëndrimet kundër Belinda Ballukut. Qëndrime që edhe pse nuk njiheshin nga publiku i gjerë, brenda PS-s si dhe në qarqe politike e mediatike, dihen prej mjaft vitesh. Petro Koçi në fakt ka kohë që i shpreh opinionet e tij për këtë çështje, ndërkohë që Ilir Zela po ashtu që nga koha kur u hoq si drejtuesi i Akepit dhe fajin, ai avuri ish zëvendës kryeministres. Në këtë prizëm, nëse ata e kanë ndërmarrë vërtet këtë aksion për të dëmtuar njeriu që se shohin me sy, nuk kanë bërë gjë tjetër veçse i kanë bërë një favor të madh. Vetë janë treguar amator, ndërkohë që objektivi i kërkuar nuk arrit kështu. Do të thotë se nëse vërtet jemi përpara një revolte brenda mazhorancës, ajo do duhet të strukturohet në objektiv, organizim politik e natyrisht veprim politik të dukshëm e publik. Në këtë mënyrë akti i tyre del nga inati thjesht personal, që në vetvete edhe ai përbën argument, pasi të gjitha përplasjet në politik ndodhin për interesa e çështje personale. Mbështjellja dhe dekorimi me parime tashmë nuk pi ujë në kohët e sotme, kur bombardohen edhe vende në mes të ditës thjesht për interesa e përfitime. Gjithsesi, dalja hapur e kësaj pakënaqësie apo reagimi brenda mazhorancës është një zhvillim që mund të sjellë debate e përplasjet shka në thelb është pozitive. Ndaj nëse nuk do të ketë një dalje hapur të këtij apo edhe grupeve të tjera rebele, mund të sjellë sërish atavizmat klanore dhe sektare që kanë vepruar në PS, që nga rasti i Semir Tahirit, Erion Veliajt apo edhe sot me atë të Belinda Ballukut. Të gjitha këto lëvizje nuk ishin gjë tjetër veçse rubinetat hapura dhe të shfrytzuara me Dina Këri nga Edi Rama për të vaditur kopshtet apo pemtoret stinore të arave të thara socialiste për një pikë uji. Parë me kujdes edhe ky kontestim, sidomos ai më i zëshmi, edhe pse pa zhurmë, Elisa Spiropalit dhe Fatmir Xhafajt ka shumë gjasa të rezultojë një aksion perfidi komanduar nga Edi Rama sipas skemave të tij. Zgjerimi është rikthyer si përparësi kryesore në agjendën e Bashkimit Evropian. Antarësimi i shteteve të reja anëtare në vitet e ardhshme është një perspektivë realiste, tha komisionerja evropiane për zgjerimin Marta Kos, para një audience kur vizitoi Këshillin Gjerman për marrëdhëniet me jashtë më 4 mars, por paralajmërua se edhe BE-ja duhet të përgatitet. Debati për zgjerimin e Bashkimit Evropian rikthen në fokus edhe pozicionin e Shqipërisë në procesin e negociatave. Analizat të publikuara në qarqe politike gjermane
theksojnë se progresi i vendit mbetet i kushtëzuar nga një raport kyç i Komisionit Evropian dhe nga mënyra si institucionet shqiptare trajtojnë korrupsionin në nivelet e larta të qeverisjes. Sipas Këshillit Gjerman për marrëdhëniet me jashtë, Shqipëria do të vazhdojë të konsiderohet në një prag kritik deri në momentin kur të marrë një raport vlerësimi të përkohshëm të standardeve, IBAR, pozitiv nga Komisioni Evropian. Ky raport përbën një hap formal për të kaluar në fazën e mbylljes së kapitujve të negociatave. Në të njëjtën analizë, theksohet edhe shqetësimi i Berlinit për trajtimin e rasteve të fundit të korrupsionit në Shqipëri. Qendrimi gjerman për këtë çështje paraqitet më i ashpër krahasuar me disa vende të tjera anëtare të BE-s. Berlini po i trajton rastet e fundit të korrupsionit të profilit të lartë në Tiranë më rept se shumë shtete të tjera anëtare të BE-s. Ai dëshiron që ministrat e dyshuar jo vetëm të shkarkohen nga qeveria, por edhe të hetohen siç duhet nga prokurorët special. Ky qendrim sugjeron se reagimet politike në skandale nuk konsiderohen të mjaftueshme, pa një proces hetimor të plot nga institucionet e drejtësisë. Në lidhje me ecurinë e negociatave, dokumenti thekson rëndësinë e raportit IBAR për fazën tjetër të procesit të integrimit. Sapo Shqipëria të kaloj këtë raport IBAR, i cili është kushti formal për të filluar mbylljen e kapitujve të negociatave, ajo mund t'i bashkohet Marit të Zi, së bashku me Islandën si pjesë e një marrëveshjeje pakete zgjerimi, e cila mund të përfshijë gjithashtu një status të veçantë para antarësimi për Ukrainën dhe Moldavin, thuhet në reagim. Në analizën mbi zgjerimin përfshihet edhe Serbia. Qeveria e drejtuar nga Merc ka kërkuar të mbajë të hapur perspektivën e integrimit për Beogradin, pasi një pjesë e politikës gjermane e lidhi integrimin e gjithë rajonit me pranimin e vendit më të madh të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Serbi kanë krijuar paqartësi. Mospërmbushja e angazhimeve për sundimin e ligjit, përplasjet me studentët protestues dhe raportet e vazhdueshme me Rusinë kanë bërë që përparimi i negociatave të shihet si politikisht i pasigurt për momentin. Në këtë situatë, përparimi i Shqipërisë në negociatat me Bashkimin Evropian mbetet i lidhur me rezultatin e raportit IBAR dhe me aftësinë e institucioneve për të trajtuar korrupsionin në nivelet më të larta të pushtetit. Debati pas dyerve të mbyllura. Pas dyerve të mbyllura, zyrtarët e nivelit të lartë dhe politikan nga CDU-CSU pranojnë se zgjerimi i BE-s duhet të shihet përmes logjikës gjeopolitike. Në të njëjtën kohë, ata gjithashtu theksojnë nevojën e zbatimit të kritereve të Kopenhagës dhe një qasje të bazuar në merit të ndaj vendeve kandidate, sidomos në fushën e sundimit të ligjit. Pyetja kryesore nga gjermanët është si të përshpejtojnë procesin e Ukrainës, e cila nuk do të jetë i gjendje të përmbushë të gjitha kërkesat e zakonshme të ndara në kapituj të negociuar dhe të renditur, duke ruetur një qasje të bazuar në merit. Për momentin, atmosfera në Berlin është më e hapur ndaj elementeve inovativ në kuadrin e pranimit, që mund ta bëjnë procesin më dinamik dhe të ofrojnë më shumë substancë për integrimin gradual të vendeve kandidate, duke e mbajtur ende antarësimin e plot si qëllim përfundimtar. Kancelari Friedrich Merz nuk ka treguar ende interes të mjaftueshëm për zgjerimin e BE-s. Deri tani, vëmendja e tij ndaj këtyre çështjeve ka qenë shumë e kufizuar dhe sporadike, kryesisht e nxitur nga rastet diplomatike dhe impulset jashtëm. Në konferencën e sigurisë në Mynih, ai u përgjigj një pyetjeje të presidentit të Malit të Zi, Jakov Milatović, me një bindje kaq personale sa tha: "Ndihem gjithnjë edhe më i pakëndshëm me qasjen aktuale të zgjerimit. BE-ja duhet të ringjallojë strategjinë e saj në lidhje me afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor gjithnjë edhe më shumë me BE-n dhe në fund të fundit t'i ketë si anëtare." Dyfytyrësia e kryeministrit Edi Rama për qëndrimin ndaj krimeve ekonomike dhe financiare që ka kryer ish qeveria e Sali Berishës u shpërfaqe dhe më e shumtuar në mbledhjen e kryesisë dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Gjatë fjalës së tij Edi Rama i kujtoi Spakut hetimin për shitjen e 4 heceve duke thënë: "Nëse duan të luftojnë korrupsionin, të marrin dosjen e privatizimit kriminal të 4 hidrocentraleve Shkopet, Ulës, Bistrica 1 dhe Bistrica 2. Këtyre 4 veprave të ndërtuara nga populli që i takonin vetëm popullit dhe ja dhanë një kompanie private. Këtë thirrje të Edi Ramës drejtuar Spakut, shqiptarët do ta besonin si merak të tij për pasuritë publike dhe ndëshkimin e atyre ish qeveritarëve që i shitën, nëse kjo thirrje për drejtësi nuk do të ishte hipokrizi dhe dyfytyrësi e tij. E themi këtë për faktin se ishte vetë kryeministri Edi Rama që emëroi antar bordit të Bankës së Shqipërisë ish ministrin e financave Ridvan Bode, i cili bashkë me Sali Berishën e Ilir Metën bën pazarin me kompaninë Kurum dhe pothuajse ja dhuruan 4 hidrocentralet Shkopet, Ulës, Bistrica 1 dhe Bistrica 2. Në muajin dhjetor 2018, Edi Rama çoi emrin e Ridvan Bodes për votim në parlament.
si propozim të PS-s dhe qeverisë, ku u mandatua për postin e antarit të bordit të Bankës së Shqipërisë. Gjatë viteve kur PS ishte në opozit, Edi Rama u betua se do të çonte paradrejtësisë ministrat e PD-LSI-s për vjedhjet pasurive publike dhe koncesione mafioze, duke përdorur edhe emrin e Ridvan Bode si ministër simbol korrupsioni e vjedhjesh. Por kabinetin e parë qeverisës në vitin 2013, Edi Rama e krijoi me partinë e Ilir Metës, të cilit i dha 4 ministri dhe 30% të pushtetit në nivel qendror e lokal, madje duke mbajtur edhe ish ministra të pushtetit PD-LSI. Kryeministri Edi Rama gjatë 13 viteve në pushtet nuk e kallëzoi Ridvan Boden për asnjë aferë privatizimi, vjedhje apo PPP-je, madje as për shitjen kriminale të 4 hidrocentraleve siç e quan tani. Nuk e kallëzoi Ridvan Boden as për vjedhjen e 30 milion dollarëve nëpërmjet mashtrimit me shitblerjen fiktive të ish Hotel Dajtit, duke e kaluar pronësinë nga qeveria te Banka e Shtetit, por përkundrazi e emëroi në bordin e Bankës së Shqipërisë. Ndërsa me Sali Berishën, kryeministri Edi Rama po vazhdon pazaret e pista për të sunduar në politikë dhe pushtet, duke i servirur si marrëveshje politike për reformat integruese në BE dhe për mirëqenien e popullit. Për shitjen e 4 hidrocentraleve filloi një hetim nga Prokuroria e Tiranës në vitin 2016, por u vendos mos fillimi i çështjes për mungesë vepre penale, ndërsa Edi Rama 2 vite më pas e ish-ministrin Ridvan Bode që i shiti e emëroi në bordin e Bankës së Shqipërisë. Madje Edi Rama po mban një vend bosh në bordin e bankës, duke mos propozuar antarin e tretë në emër të Këshillit të Ministrave, sepse është ende në pazare me oligark dhe me Sali Berishën për t'i dhënë Ridvan Bodes mandatin e dytë 5 vjeçar. Grupi parlamentar i PS-s dhe më pas byroja e Kuvendit pritet të përcaktojnë edhe qëndrimin zyrtar që do të mbajnë socialistët në seancën e 12 marsit, ditë kur do të shqyrtohet edhe kërkesa e SPAK për imunitetin e Belinda Ballukut, ish zëvendës kryeministre dhe ish ministre e infrastrukturës. Grupi parlamentar socialist do të mblidhet në orën 10 dhe 2 orë më pas është thirrur një mbledhje e byros së Kuvendit. Në grupin parlamentar do të paraqitet raporti antarëve të PS-s në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve, ku shprehet edhe qëndrimi i socialistëve lidhur me kërkesën e SPAK. Raporti pritet të paraqitet socialistëve nga Ulsi Manja, kreu i Komisionit të Ligjeve, ndërsa ai vjen pothuajse 3 muaj nga momenti kur SPAK ju drejtua Kuvendit duke kërkuar autorizimin për arrestimin e Ballukut, pasi më parë kishte marrë masën pezullim nga detyra dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Sipas raportimeve, këtu pritet të përqendrohet edhe raporti i socialistëve, duke konsideruar të mjaftueshme masën që tashmë është vënë në zbatim, pasi kushtetuesja nuk arriti të merrte një vendim lidhur me kërkesën e depozituar nga kryeministri Edi Rama, sa i takon zgjidhjes së konfliktit të kompetencave me SPAK e GKK-s në njërin anë dhe qeverisë në anën tjetër, sa i takon pezullimit të antarëve të kabinetit qeveritar. Socialistët pritet të marrin një vendim politik lidhur me qëndrimin që do të mbajnë në seancën e së njëjtës, çka do të thotë se vota e deputetëve të PS-s do të jetë e përcaktuar në bazë të qëndrimit që do të shprehet përmes raportit. Në mbledhjen e grupit të PS pritet të jetë e pranishme edhe Belinda Balluku, e cila ka të drejtën të mbajë edhe një fjalë në seancën e 12 marsit, përpara se Kuvendi të shprehet me votë lidhur me kërkesën e SPAK. Porosia që u është dhënë deputetëve socialist nga kreu i grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla është që të jenë të pranishëm në mbledhje, si dhe të marrin masa për të mos munguar as në seancën e së njëjtës 12 mars, kur do të votohen edhe raportet që do të paraqiten nga PS dhe PD. Më pas, qëndrimi i grupit parlamentar do të përcillet edhe në byron e Kuvendit, atje ku socialistët dhe demokratët mund të përballen mes tyre, pasi PD pretendon se Edi Rama fombron aferat ku është i përfshirë vet. Demokratët në raportin e tyre kanë mbështetur kërkesën e SPAK, duke renditur edhe argumentet që sipas tyre, prokuroria speciale duhet mbështetur dhe kërkesa duhet të miratohet pa u tërhequr më zvarr. Debati që pritet nga byroja është koha që mund të ndahet mes demokratëve dhe socialistëve për të diskutuar në sallën e Kuvendit. Gjithsesi, ajo çka dihet deri më tani është fakti se Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do të paraqitet në seancë me 2 raporte, ndërsa nuk ka pasur asnjë përpjekje mes palëve për të integruar të 2 raportet në një të vetëm. Arsyeja është sepse palët PS dhe PD kanë qëndrim krejt të kundërt lidhur me kërkesën e SPAK në raport me imunitetin e Belinda Ballukut. Në këto kushte, duket se seanca e së njëjtës për te tensioneve që mund të prodhojë është një pasqyrë e konfigurimit të numrave në Kuvend, ku socialistët e Edi Ramës kanë plot 83 mandate, pa përfshirë këtu 3 mandatet e PSD-s, që hera herës ndihmon me vota në nisma të caktuara qeverinë.
Mazhoranca socialiste ka vendosur të mos mbështesë kërkesën e prokurorisë së posaçme për arrestimin e deputetes të ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Qëndrimi është paraqitur në raportin e hartuar nga 5 anëtarët socialist të Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve, ku argumentohet se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj saj. Sipas këtij raporti, masa aktuale e ndalimit të daljes jashtë vendit konsiderohet e mjaftueshme dhe nuk ka arsye për ta zëvendësuar atë me një masë më të rëndë siç është arresti me burg apo arresti shtëpiak. Në dokumentin që i propozohet kuvendit theksohet se refuzimi i autorizimit për arrestimin e Ballukut nuk pengon në asnjë mënyrë vimin e hetimeve nga SPAK. Qëndrimi i socialistëve është bërë publik nga deputeti Ulsi Manja, i cili sqaroi argumentet e shumicës në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve. Sipas tij, masat e sigurisë personale nuk lidhen automatikisht me ekzistencën e një vepre penale apo me akuzat që mund të ngrihen ndaj një personi, por duhet bazohen në rrethana konkrete që justifikojnë kufizimin e lirisë. Në përfundim të shqyrtimit të materialeve dhe dëgjimit të palëve, shumica në Këshill ka arritur në konkluzionin se nuk ekziston nevoja për rëndimin e masës së sigurisë ndaj deputetes. Për këtë arsye, socialistët i rekomandojnë seancës plenare të kuvendit që të mos jap autorizimin për arrestimin e saj. Manja theksoi gjithashtu se hetimet e SPAK mund të vazhdojnë normalisht, ndërsa masa e ndalimit të daljes jashtë shtetit mbetet në fuqi dhe konsiderohet çështje që i takon drejtësisë. Në raport theksohet edhe fakti se vepra penale për cilën akuzohet Balluku mbetet e njëjtë, ajo e shkeljes së barazisë në tendera. Sipas shumicës socialiste, edhe pse SPAK pretendon se gjatë hetimeve janë shtuar episode apo fakte të reja, këto nuk ndryshojnë natyrën e akuzës dhe përpasoj nuk justifikojnë kalimin e një masë më të rëndë sigurie. Manja argumentoi se nëse çdo zgjerim i hetimeve do të konsiderohej automatikisht si arsye për paraburgim, atëherë shumë procedime penale me disa episode do të përfundonin me arrest, gjë që bie ndesh me parimin se paraburgimi duhet jetë masa e fundit. Në analizën e tyre, anëtarët socialistë të Këshillit kanë vlerësuar gjithashtu edhe pretendimet e SPAK për rrezikun e ndikimit mbi dëshmitarët. Sipas Manjës, prokuroria ka paraqitur një proces verbal ku dy shtetase flasin për një dëshmi të dhënë gjatë hetimeve, por nga materiali i paraqitur nuk rezulton që të ketë prova konkrete për intimidim. Ai shtoi se në deklarimet e saj, vetë personi që pretendohet se është intimiduar ka pohuar se i qëndron dëshmisë së dhënë në prokurori. Për më tepër, sipas raportit, nuk ka asnjë provë që ky intimidim të jetë kryer nga deputetja Balluku. Në argumentimin e tyre, socialistët theksojnë se edhe pretendimi për intimidim nga persona të lidhur me kabinetin është i paqartë, pasi termi kabinet është një nocion i përgjithshëm dhe nuk identifikon individ konkret. Sipas tyre, një hetim penal duhet të mbështetet në fakte dhe persona të identifikuar, jo në formulime të përgjithshme. Një tjetër pikë e diskutuar ishte edhe rreziku i mundshëm i prishjes së provave. Edhe në këtë rast, sipas raportit të lexuar nga Manja, nuk janë paraqitur elemente konkrete që tregojnë se deputetja ka ndërhyrë apo ka tentuar të ndërhyjë në procesin hetimor. Ai argumentoi se nëse do të kishte prova për manipulim të provave, atëherë do të ekzistonte edhe një akuzë tjetër për pengim të drejtësisë, gjë që nuk rezulton në këtë rast. Për këtë arsye, shumica socialiste vlerëson se nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për të rënduar masën e sigurisë ndaj Ballukut. Në përfundim, raporti i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve nga ana e përfaqësuesve të mazhorancës i rekomandon kuvendit që të refuzojë kërkesën e SPAK për arrestimin e deputetes. Megjithatë, ata theksojnë se hetimet ndaj saj duhet vazhdojnë deri në zbardhjen e plotë të çështjes. Ambasada gjermane në Tiranë reagoi pas vendimit të kuvendit për të rrëzuar kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes socialiste Belinda Balluku. Në një deklaratë zyrtare, ambasada thekson rëndësinë e ndjekjes penale të rasteve të korrupsionit në nivele të larta si pjesë e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Gjermania mbështet procesin e integrimit në BE në përputhje me dëshirën e shqiptarëve. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jone e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Prej politikës shqiptare vazhdon të kërkohet ende që ta garantojë këtë proces, njofton ambasada gjermane në Tiranë. Reagimi vjen pasi kuvendi votoi kundër heqjes së imunitetit të Belinda Ballukut, duke rrëzuar kërkesën e SPAK. Kërkesa mori 47 vota pro, asnjë abstenim dhe 82 vota kundër. Gjatë seancës parlamentare pati tensione, ndërsa deputetët e opozitës protestuan duke bllokuar foltore në kuvendit. Në të njëjtën kohë, deputetët socialistë vijuan me votimin e projektligjeve të rendit të ditës me procedurë të përshpejtuar dhe pa diskutime. Në total, 82 votat kundër raportit përfshin edhe votat e 3 deputetëve të Partisë Socialdemokrate. Në seancë munguan 4 deputetë socialistë, Fatmir Xhafa, Elisa Spiropali, Blendi Gonxha dhe vetë Belinda Balluku. Relatori i Partisë Socialiste në Këshillin e Mandateve, Ulsi Manja, argumentoi në kuvend vendimin për të mos e
pranuar kërkesën e SPAK-ut. Kjo është kërkesa e 7 e organit akuzës që vjen në kuvend për dhënia autorizimi për arrestimin e një antari të parlamentit për kontroll personal apo të banesës. Në momentin që e paraqitëm raportin ton, ka ndodhur një realitet i ri faktik dhe institucional. Një realitet i ri që e ndryshon tërësisht natyrën e vlerësimit të kërkesës së SPAK-ut. Deputeti janë në fjalë nuk ushtron më funksione ekzekutive, por rrjedhoi masa e pezullimit nga detyra nuk prodhon asnjë efekt real juridik. Dhe raporti ynë qartëson edhe narrativën mbi të cilën SPAK ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, deklaroi Manja. Ai shtoi se një çështje që është e drejtësisë dhe duhet mbetej e drejtësisë, është ndëruar sot në mënyrë të padrejtë në një gjyq publik në sytë e qytetarëve. Nga ana tjetër, relatori i demokratëve në Këshillin e Mandatave, Oert Blykbashi, theksoi se deputetët duhet të autorizonin masën e sigurisë ndaj Ballukut në kuadër të procedimit penal të vitit 2025, ku ajo dyshohet për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tender dhe ankande publike. Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian nuk kanë arritur të mblidhen të gjithë për të marrë një vendim të përbashkët për një qëndrim politik ndaj mazhorancës së Edi Ramës. Siç mësohet, ambasadorët e Italisë, Hungarisë, Polonisë dhe disa vendeve të Europës qendrore nuk janë përgjigjur ftesës së Berlinit për të miratuar një deklaratë të përbashkët ndëshkuese. Megjithatë, takimi që është mbajtur në selinë e BE-s u zhvillua me dyert të mbyllura dhe siç mësohet, ambasadorët i kanë kërkuar Këshillit Politik, përkatësisht ministrave apo krerëve të shtetit, të marrin një vendim jashtë logjikës së komisionit, pasi sipas tyre Tirana zyrtare po ecën jashtë vijës politike të standardeve të BE-s. Ambasadorët kanë deklaruar se mazhoranca ka jo vetëm një qëndrim, por një vijë politike për të vendosur pengesa në rrugën e drejtësisë, që sipas tyre përbën bllokim për luftën kundër korrupsionit. Siç mësohet, mbledhja është thirrur nga ambasadorët e Gjermanisë dhe Suedisë, por në të ka pasur mungesa të rëndësishme që sipas burimeve lidhen me lobimin e Edi Ramës. Megjithatë, përplasja me Berlinin mund të vijojë edhe më tej. Në konferencën e djeshme për shtyp, Rama akuzoi qeverinë gjermane se e ka kthyer kancelarinë e saj në një opozitë të Molotovëve të Tiranës. Ndërkaq, përplasja e Ramës me Gjermaninë duket se është e fortë dhe nuk lidhet vetëm me çështjen e SPAK-ut, por edhe me ritmin e lëvizjeve që mund ta fusin Shqipërinë në BE së bashku me Malin e Zi. Tashmë Berlini e do Tiranën jashtë çiftit me Podgoricën dhe kjo çështje ka sjellë përplasjen e madhe. Siç mësohet, Gjermania ka kërkuar gjithashtu ndalimin e miratimit me procedurë të përshpejtuar të ligjeve të integrimit nga Parlamenti Shqiptar. Për këtë janë reaktivizuar edhe një grup organizatash që financohen nga mekanizma mbështetës të lidhur me Gjermaninë. Këto organizata kanë shprehur shqetësim për projekt vendimin e paraqitur më 2 mars 2026 për ndryshime në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i cili parashikon përdorimin e një procedure të përshpejtuar për legjislacionin që lidhet me procesin e integrimit evropian. Efikasiteti i procesit legjislativ duhet të shoqërohet me standarde të larta transparence, përfshirjeje publike dhe debat parlamentar, thuhej në deklaratën e organizatave të shpërndar për mediat para ditën e 13 marsit. Organizatat theksojnë se në procesin e integrimit evropian, rëndësi ka jo vetëm ritmi i përafrimit të legjislacionit, por edhe cilësia e procesit dhe përfshirja e aktorëve të interesit. Korniza e monitorimit të Komisionit Evropian vlerëson jo vetëm ritmin e përafrimit të legjislacionit, por edhe cilësinë dhe përfshirjen e grupeve të interesit si pjesë e funksionimit të institucioneve demokratike, theksuan organizatat. Në deklaratë ngrihen 2 shqetësime kryesore që lidhen me projekt vendimin për ndryshime në rregulloreve Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i cili parashikon përdorimin e një procedure të përshpejtuar për legjislacionin që lidhet me procesin e integrimit evropian. Në listën e organizatave që kanë firmosur këtë nisëm, janë disa nga ato që më parë kanë qenë pjesë e listave të financimit të USAID dhe fondacioneve ndërkombëtare, të cilat u bllokuan pas ndryshimeve politike në SBA. Megjithatë, thelbi qëndron diku tjetër. Përplasja me Edi Ramën po kthehet në një lëvizje më të gjerë politike, e cila pavarësisht kundërshtive nuk pritet të ndalet. Kjo do të thotë se mandati i 4 i Ramës, të paktën në këndvështrimin e fuqisë më të madhe europiane, ka hyrë në një fazë të vështirë.
Ditën e parë të punës si drejtori komanduar i policisë Sokol Bishga pezulloi Ulian Shpatarakun, asistent IT në drejtori, nga që merrte pagën dhe nuk paraqitej fare në punë, me justifikimin se vazhdonte studimet master, kur ky nivel studimi kryhet jashtë orarit zyrtar. Pas pezullimit të tij, në pamflet erdhën denoncime nga burime brenda Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme dhe drejtorive të policive të qarqeve, sipas të cilëve në këto struktura ka shumë si Ulian Shpataraku që marrin pagat pa shkuar fare në punë prej vitesh. Në total janë 520 punonjës fantazëm në borderon e Ministrisë së Brendshme dhe në çdo nivel të policisë së shtetit, të cilët i njeh vetëm bankomati ku shkojnë për të tërhequr pagat. Mosparaqitja e tyre në punë është çështje e njohur dhe e përsëritur nga drejtues strukturash, por asnjë ministër apo drejtori i përgjithshëm gjatë 13 viteve nuk ka kërkuar heqjen e tyre nga listë pagesat, por rrjedhoi nuk është bërë asetim për shefat që lejojnë këtë mashtrim dhe vjedhje. Sipas rregullores së Brendshme të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, çdo punonjës duhet të regjistrohet çdo ditë në librin e veçantë të prezencës në punë ose duhet deklaroj paraprakisht kur dhe ku është me shërbim jashtë institucionit, ndërsa 520 prej tyre marrin pagat pa shkuar fare në punë. Madje sipas informacioneve, disa prej tyre jetojnë prej shumë vitesh jashtë Shqipërisë dhe nuk njihen as si fytyrë, ndërkohë që të tjerët janë në Shqipëri dhe merren me bizneset e tyre. Por ata përdorin dokumentet si punonjës të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit për të pasur tolerime dhe paprekshmëri në punët e tyre personale dhe në shumë raste për të maskuar përfshirje në aktivitete kriminale. Sektor të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë ku ka punonjës që paguhen pa shkuar në punë janë Drejtoria e Politikave të Koordinimit Territorial dhe Shërbimeve Mbështetëse në Ministri, Drejtoria e Mbikëqyrjes dhe Administrimit të Regjistrave dhe Policia Illyrian Guard, Shtëpia e Pushimit e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Shërbimi Zjarfikës, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe Agjencia e Administrimit të Pronave të sekuestruara dhe të konfiskuara, Departamenti i Policisë Kriminale dhe Drejtoria Ekonomiko-Financiare në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Departamenti i Kufirit dhe Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Departamenti i Rendit dhe Sigurisë Publike, Departamenti i Shërbimeve Mbështetëse dhe Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, Drejtoritë e Policisë së Qarqeve Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Berat dhe Dibër. Rasti më flagrant ishte ai i Muçi Shalianit në borderon e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i cili nuk ishte paraqitur asnjë ditë në punë, deri kur u vra gjatë atentatit në Rinas në të njëjtën makinë me një eksponent të botës së krimit. Edhe i pezulluari Ulian Shpataraku me precedent penal për lidhje me trafikant u punsua në Drejtorinë e Policisë së Shtetit nga miku i tij Ilir Proda, i cili e paguante duke mos shkuar fare në punë, madje i dha edhe gradën e lartë drejtues në shkelje të ligjit. Në raportin vjetor për 2025, SPAK rrëzon pretendimin e kryeministrit Rama, por edhe shumë zyrtarëve të tjerë socialist lidhur me masat e sigurisë arrest me burg që të i kalojnë edhe mesataren e vendeve europiane. Prokuroria e posaçme evidenton uljet para burgimeve dhe rritje të ekspertizave teknike në hetime. SPAK thekson përdorimin më të madh të masave alternative të sigurisë dhe forcimin e kapaciteteve hetimore përmes analizave digjitale dhe sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve. Sipas të dhënave, numrit paraburgosurve me kërkesë të SPAK-ut që ndodhen në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale përbën rreth 12% të totalit të paraburgosurve, ndërkohë personat e dënuar me burg si rezultati i hetimeve të SPAK-ut përbëjnë rreth 11% të numrit total të burgosurve. Raporti evidenton gjithashtu një rënje me rreth 53.4% të përdorimit masës arrest me burg, duke treguar një orientim më të madh drejt masave alternative të sigurisë. Sipas SPAK-ut për vitin 2025, për veprat penale të korrupsionit, masa e arrestit me burg është aplikuar për rreth 3.45% personave nën hetim, nga rreth 5% në vitin 2024. Për krimin e organizuar, kjo masë është përdorur për 21.4% të personave nën hetim, nga rreth 31% në vitin 2024. Në periudhën 2022-2025, sektori i ekspertizës pranë SPAK-ut ka shënuar një rritje prej rreth 31% të akteve të ekspertimit, duke reflektuar zgjerimin e kapaciteteve teknike të laboratorëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Telefonat celular përbëjnë 70-75% të provave të analizuara, duke nxjerrë në parë rëndësinë e analizës metadatave, komunikimeve online, aplikacioneve të enkriptuara. Ndërkohë analizat mbi pajisjet kompjuterike janë rritur me 62% duke reflektuar shtimin e dokumenteve financiare dhe materialeve elektronike në hetime.
Një vizitë e pazakontë dhe mbajtur larg vëmendjes publike është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në kryeministri. Në ambientet e godinës është parë të hyjë Kimberly Guilfoyle, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Greqi, e cila është pritur që në hyrje nga kryeministri Edi Rama. Takimi ka ngritur menjëherë pikpyetje për shkak të profilit politik të Guilfoyle dhe momentit në të cilin zhvillohet kjo vizitë. Guilfoyle nuk konsiderohet thjesht një ambasadore amerikane në një vend fshinj të Shqipërisë. Ajo është një nga figurat më të afërta të presidentit amerikan Donald Trump dhe prej vitesh pjesë e rrethit të tij politik. Për një periudhë të gjatë ajo ka bashkëjetuar me Donald Trump Jr., djalin e presidentit amerikan, dhe në skenën politike amerikane njihet si një nga zërat më të fortë të kampit republikan. Vizita bëhet edhe më intriguese për shkak se takimi është zhvilluar pa përfshirjen publike të ambasadës së SBA-s në Tiranë dhe të ngarkuarës me punë Nancy Van Horn. Ky detaj ka shtuar spekulimet se pas këtij takimi mund të qëndrojnë zhvillime më të mëdha strategjike dhe ekonomike që lidhen me rajonin. Takimi vjen në një moment të ndjeshëm për qeverinë shqiptare, e cila po përpiqet të çojë përpara projektin e portit të ri tregtar në Porto Romano. Vetëm një ditë më parë qeveria vendosi anulimin e tenderit për këtë projekt, duke lënë të kuptohet se në proces mund të kenë hyrë edhe interesa më të fuqishme ndërkombëtare. Debati për portin e Porto Romanos është ndezur edhe pas një letre të mëparshme drejtuar kryeministrit Rama nga Grant Van Cleve, kreu i dhomës amerikane të tregtisë dhe një investitor amerikan i përfshirë në projekte infrastrukturore në rajon. Në këtë komunikim është propozuar anulimi i tenderit dhe përfshirja e kapitalit dhe ekspertizës amerikane në ndërtimin e portit të ri, duke integruar atë me korridoret strategjike të transportit dhe energjisë në Ballkan. Në këtë kontekst, prania në Tiranë e Kimberly Guilfoyle merr një dimension më të gjerë gjeopolitik. Ajo është një nga zërat më kritik ndaj rritjes së ndikimit kinez në portet e Mesdheut, një çështje që është kthyer në një nga frontet kryesore të rivalitetit mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Një shembull i kësaj përballjeje është situata në Greqi. Parlamenti grek ka autorizuar zgjerimin e moleve dhe kantiereve detare të Elefsinës, një qytet industrial pranë Athinës që në vitin 2023 u ble nga kompania amerikane Onex. Grupi amerikan ka marrë në përdorim rreth 40 hektar shtesë për të zgjeruar aktivitetin e tij në sektorët tregtar, logjistik, energjetik dhe ushtarak. Rëndësia strategjike e Elefsinës lidhet edhe me afërsinë e saj me portin e Pireut, i cili kontrollohet në 67% nga kompania shtetërore kineze COSCO. Porti i Pireut është konsideruar nga lideri kinez Xi Jinping si koka e dragojit në projektin e madh të rrugës së re të Mondafshit, duke e kthyer atë në një nga pikat më të rëndësishme të ndikimit ekonomik të Kinës në Europë. Që nga momenti kur mori detyrën në Athinë, Guilfoyle ka qenë hapur në kritikat ndaj këtij realiteti. Ajo e ka cilësuar të dënueshme faktin që kjo strukturë kaq strategjike si porti i Pireut ndodhet në kontrollin e Kinës, duke e konsideruar këtë një rrezik për interesat e SBA-s dhe aleatëve të saj në rajon. Deklaratat e saj shkaktuan reagim të menjëhershëm nga Pekini. Ambasada kineze në Athinë cilësoi komentet e saj si ndërhyrje të rënda në punët e brendshme të Greqisë, duke paralajmëruar se porti i Pireut nuk duhet të kthehet në viktimë të përplasjeve gjeopolitike. Në këtë kontekst, vizita e papritur e Kimberly Guilfoyle në Tiranë mund të lidhet dhe me zhvillimet e reja në infrastrukturën portuale të rajonit dhe me interesin e Shteteve të Bashkuara për të zgjeruar ndikimin e tyre ekonomik dhe strategjik në Ballkan. Për momentin, kryeministria nuk ka dhënë detaje zyrtare mbi përmbajtjen e takimit, duke e lënë këtë vizitë në një atmosferë të fortë misteri politik dhe gjeopolitik. Bashkimi Evropian reagoi sot pas mbajtjes së seancës plenare në Kuvend, ku rrëzua me 82 vota kundër kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Bashkimi Evropian ka ndjekur rezultatin e votimit të sotëm në Parlamentin e Shqipërisë. Angazhimi ndaj sundimit të ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë me rëndësi të madhe për procesin e anëtarësimit në BE. Sigurimi i një mjedisi të favorshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE, thuhet në reagim. Pas seancës së mbajtur sot në Kuvend, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama. Në përgjigje edhe të reagimeve të bëra nga ana e ambasadave, ai argumenton se shumica nuk bëri asgjë ndryshe nga çfarë do të bënte çdo parlament demokratik i Europës. Duke theksuar mbështetjen e pakontestueshme ndaj punës së SPAK-ut, qëndrimi të ambasadës britanike apo asaj gjermane në vend, kreu i qeverisë thotë se heqja e lirisë së një deputete është një hap ekstrem, pasi Balluku nuk akuzohet për veprën penale të korrupsionit. Kjo enjte shënoi një ditë vendimtare sa i takon çështjes së diskutuar prej muajsh të Belinda Ballukut, e cila tani më nuk ushtron më asnjë funksion në ekzekutiv. Me 82 vota kundër, Kuvendi rrëzoi kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen
e imunitetit të deputetes, kështu nuk u autorizua masa shtrënguese ndaj saj, arrest me burg ose arrest shtëpie. PS dhe PD ishin të ndara në qëndrimet e tyre. Zyrtarisht socialistët e refuzuan kërkesën, ndërsa Partia Demokratike lexoi relacionin e saj dhe ishte pro arrestimit të Belinda Ballukut.